Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se SBA mund të vendosë të dalë nga procesi ndërmjetësimit të bisedimeve midis Rusisë dhe Ukrainës, nëse njëra prej palëve bën të pamundur arritjen e marrëveshje paqeje. Gjatë një konference për shtyp në zyrën ovale të premten, Trump theksoi se nuk pret që një armëpushim të ndodhë në ditët e ardhshme, duke shtuar se dëshiron që luftimet të ndalen sa më parë. Këto komente vijnë pas paralajmërimeve nga sekretari i shtetit Marco Rubio, i cili tha se SBA do të ndërpres përpjekjet për paqe nëse nuk ka përparim të dukshëm brenda pak ditësh. Ne nuk kemi ndërmend të zgjasim këtë proces me javë apo muaj të tërë, tha Rubio, duke shtuar se SBA duhet të përqendrohet edhe në çështjet e tjera të rëndësishme. Këto deklarata vijnë teksa Rusia vazhdon sulmet në Ukrainë, ku të premten u raportuan 2 viktima dhe mbi 100 të plagosur në qytetet Kharkiv dhe Sumi, që nga pushtimi i plotë i nisur në vitin 2022, Rusia ka avancuar megjithëse me ritme të ngadalta në lindje të Ukrainës. I pyetur në lidhje me mundësinë e një marrëveshje e paqe, Trump u shpreh: "Ka njerëz që po vdesin, duhet ta ndalojnë këtë, sa më parë që të jetë mundur. Nëse njëra palë bën të pamundur këtë proces, do t'i quajnë të papërgjithshëm dhe do të largohemi nga negociatat."